Ajo që ka është ma paradoksale në këtë drejtim është fakti që sjelljet ekonomike e kemi mbështet fuqimisht deklaratën e konferencës ose të samitit të Berlinit. Në këtë samit të Berlinit është analizuar dhe ja kanë dalë rekomandime substanciale jo vetëm për Kosovën, por edhe Ballkanin Perëndimor, që përmes zhvillimit ekonomik, përmes forcimit të sektorit privat, përmes rritjes së konkurrencshmërisë të përshpejtohen proceset integruese në familjen evropiane. Dhe kur krejt kjo ngritje e çmimit ndodh vetëm një ditë pas konferencës së Berlinit, është diçka që në start shon signal negativ që Kosova ka qenë pjesëmarrëse në këtë takim, e ka nënshkruar këtë deklaratë, po se sa do ta përmbush. Energjia elektrike jo vetëm për amvisni, jo vetëm për prodhim, jo vetëm për qenie njerëzore, por nëse flasim për prodhim, goditja kryesore që është bërë për prodhimit është energjia elektrike dhe shumë biznise, një ndër ato biznise kam edhe biznisin tim, e kam fabrikën e granitit dhe mermerit, e cila është e vetmja në region dhe për shkak të energjisë elektrike që 2 vite fabrika nuk bën premin e graniteve dhe të mermereve dhe me kapacitet përgjysmum as 30% nuk mund të veprojmë. Fabrika ka të punësuar 267 punëtorë. Duke llogaritur dhe vështirësi tjera të cilat gjenden në tregun e Kosovës, duke llogaritur dhe vështirësitë e plasmonit të produkteve tona për mos mblejimin e fillimit të kapacitetet ndërtuese të reja të cilat vinë nga qendra, tani na shfaqet edhe ky problem i çështjes së rrymës elektrike. Duke ditur procesin prodhimit, kompaninë time ose në industrinë time, se është proces prodhimit nga lënda e parë deri në fazën finale, 30 ditë është proces teknologjik dhe prodhimit. Ndalesat e rrymës, pa paralajmërim, redukimet, e shkatron procesin final, nëse është në fazën finale, shkatron dhe ai duhet të hudhet. Kemi parasysh që vërtet nëse merr parasysh plani i prodhimit të lingjitet nga ngarkesë direkte që ndikon në rritjen e tarifave të energjisë elektrike, pagun energjinë elektrike, sepse nuk ka tolerancë. A ditë që së çmimeve është utopike të mendohet se Kosova do të ketë zhvillim ekonomik, është